Nëse më lejohet pak shumë Unë kam një pyetje veç kësaj që pse ndërkombëtarët gjithë janë në sulm kundër, dhe pyetja ime shtesë ndaj kësaj është, a bëhet kjo lëvizje për të pastruar bilancet dhe për të ligjëruar, le të themi, edhe atë para që s'duhet? Faleminderit për këtë pyetje, sepse pjesa e dytë e pyetjes tënde është thelbi dhe morali i paqes fiskale. Për krahun e parë, pra pse i kemi kundër? Nuk është se i kemi kundër në blok në kuptimin që thonë, shiko, po e bëre këtë unë si arbitër, se jam dhe arbitër, tek e fundit e përmendim me drejtë ergjisi pjesën e Brukselit. Ne jemi vërtet në negociata shumë intensive me Brukselit. Po atë rol këshillimor ka. Kështu që jam i bindur, kanë rol këshillimor, por kur vjen puna ke negocimi i kapitullit të 10 që ka të bëjë me politikën fiskale, ata nuk të falin. Jam i bindur që një, si thuaç, leje përpara jo zyrtare është marrë nga Brukseli. Jam i bindur për këtë se Brukseli nuk të falë. Jeni bindur ndërkohë Brukseli dje reagoi që ishte kundër. Ndërkohë Brukseli çfarë tha? Tha atë që thot gjithnjë, sa herë që është përballë një falje fiskale nga ana e ndonjë shteti antar madje, apo shtet kandidat siç jemi neve në negociata intensive. Hapet rruga me këtë nisë për pastrim parash? Ka rrezik, por nuk hapet, nuk është autostradë, është monopat. Është monopat për faktin që ne i kemi këllqet tani më të forcuara, siç e tha me drejt zoti Sefa. Projekt ligji, apo ligji tani sa ju miratua në kuvent, presim ty në fuqi, nuk ka absolutisht asnjë pikë që të ndaloj pastrimin e parave. Pra si e frenojmë ne? Si nuk hapet plotësisht? Ne e frenojmë me fiskalizimin që e kemi gati deri në poret e fundit të lexojmë me të drejtat pjesën tjetër të paketës fiskale. Çfarë thoshte? Thoshte që deri në 1.000 euro i lejohet biznesit brenda ditës të bëj transaksione në kesh. Keshi është ajo që të sjell paranë informale. Edhe brenda paras informale, dashur Elis, të sjell edhe paranë kriminale. Biznesit po i lejohet të deklarojë të ardhurat e fshehura, pa burim. Jemi forcuar mjaftueshëm. Dakor, rreziku është aty, nuk po të them që nuk është rreziku. Por ama, çfarë do të bëjmë? Do të jemi me këto bilance të trukuara. Shumica e biznesit më ta deklarojnë në mënyrën më të sinqertë të mundshme, hapur fare, shqeto. Punon me dy bilance, se mendon ai, edhe sipërmarrësi i vogël, pse budallaja mund të mos e fsheh fitimin tim, edhe e ka trukuar që në atë moment. Edhe nëse realisht dy bilance, dy letra, një për shtetin, një për mbretin, që është vet ai, apo do vletin a quaj si duash me ato krahasimet e vjetra të kohës së vjetër, e ka patur deri tani. Çfarë është kjo paqe fiskale? Është që për 3 vjet shteti i zgjat dorën ti biznesit dhe i thotë, të lutem, mos bëj më bilance të trukuara, po të punosh me dy bilance. Se ndryshe, me rregullat e Brukselit, unë nuk të fal më. Nuk ka më falje. Pavarësisht se edhe vetë Brukseli thot, shpres qetësim, nuk është blokim kundra, nuk është ajo karta e kuqe e arbitrit, se është arbitër ai, qoftë edhe FMN-ja, arbitër nga larg këshillues e me të drejti. Në këtë kuptim u gjykoi brenda 10 sekondit të fundit, Elis, që e kemi të domosdoshme, 2.3 miliard na janë bllokuar me detyrime, diçka do marrim, as që diskutohet, me faljen e madhe, s'ka më falje tash. Prandaj e ofrova, e kam çadrën gati, në rast se ka një falje të dytë pas 2-3 vjetësh, ke dera e kryeministrit. Ky vet kryeministri që kemi sot mbi supe, ka thënë në 2016, duket shumë larg, po 9 vite përpara është. 800 kompani të mëdha punojnë me 2 bilance, e ka deklaruar ai. Pra tani erdhi koha. Pas 9 vjetësh të mos ketë më bilance të trukuara, të dyfishtë.